Jemi rikthyer në studio, po flisnim për Dubai, po na u kthye rruga drejt Amerikës. Jemi me Vivian Thano këtu në programin ton, po diskutonim dhe the për Amerikën, the jam e dashuruar tani. Jam e dashuruar. Unë e kam pas që kur kam qenë shumë e vogël, mbaj mend këtë fjalinë që i thoja mamit gjithmonë. Unë nëse hiki atje nuk them më. Do të thënë nëse fus këmbët në New York, shkova, po isha para 2 muajsh. Gënjër mami se u ktheve. Dhe domethënë biles tani kur po vija rrugës më kujtua mami për momentin është në Amerikë. Okej. Është Florida Jacksonville, që mami. Përshëndesim. S'di mami fare Florida mami, Jo, më bëhet çefi që se mami më është më një farë moshe, jo shumë 60 ca, po ama nuk i ka ikur kjo dëshira për të udhëtuar. Tani edhe gocat janë të rritura, janë zonat e vetës. Po pse Amerika vend ideal për të jetuar për ty në ëndrat e tua, se ndoshta kur e preket ishte ashtu. Unë e kam pasur, domethënë shumë kështu dhe ishte fiks ashtu siç unë e kisha të koka ime. Mos të më mirë akoma. Ç'a gjete na tregon pak. Më thon gjeta një gjë sepse unë ndenta 2 javë pak. Në New York? Po. Në New York. Në New York, shkova pak në Chicago, kam qenë në New Jersey. Do shkoja se unë nisa për në Miami, po patëm një kështu, edhe u ktheva pak më përpara, po që kam plan të iki sa më shpejt. Edhe Amerika ishte komplet çdo gjë, domethënë që unë e kam parë gjithmonë tek kompjuteri im i bardh i madh atëherë. Edhe pastaj kalum në për këto rrjetet sociale dhe çdo foto, çdo gjë domethënë ishte ashtu, reale. Dhe njerëzit ishin shumë të gjindshëm dhe domethënë e bëshim kundrejt asgjëje, domethënë nuk është se kërkon, për shembull, kur shkon diku jashtë, unë kam vënë re për shembull në Turqi, më fal. Në Turqi, nëse bën një gjë tak duan lekët ata, e ke parasysh të pastrojnë dorën, tak duan lek. Ke parasysh janë pak më të predispozuar, kurse atje jo. Domethënë nëse për çdo gjë që kishe, të ndihmonin, si ushqimi. Ata edhe njerëz shqiptarët apo amerikanët? Amerikanët. Po edhe aty s'merret vesh janorion sa ai shumë është ndërkombëtare Amerika. E flet edhe nga pjedestali një vajzë të bukur, se tani nëse vetë unë në New York jo, më beso. Më beso, se unë isha edhe me vajza, edhe me djem, edhe të gjithëve domethënë kanë marrë të njëjtën shërbim. E kishin kulturë, një lloj dhe mua më bëri shumë përshtypje sepse është edhe kjo pjesa pak e Amerikës që jo janë këto personat me ngjyrë që mund të jenë të rrezikshëm, jo ghetto, jo paktën aty unë faktikisht e kam pas apartament. Kjo nuk ka kështu gjëra se ishte në Manhattan, e kuptoj. Edhe në mes Manhattan dhe shikoja dila në herë ndarë. Airbnb? Edhe shikoja, jo, apartamenti një miku ton. Edhe ndenjë gjatë? Ndeta 2 javë gjysmë, po disa ndete në hotel. Unë deta në apartament sepse kishte poshtë rezidencës, kishte një palestër dhe për mua ishte të betohem, për mua ishte shumë e rëndësishme. Po ishin gjithë. Ja se pëlqen në Manhattan. Ishin gjithë hotel, thjesht nuk doja të rija në hotel, edhe është më mirë ka me palestrën afër. Edhe më bëri shumë jeton ndryshe, jeton si po si shtëpi. Edhe thash paktën ta iluzionoj pak vetë këto 2 javë sikur jetoj gjatë këtu. Manifesting. Mund të bëjmë pyetje tipike që bëjmë në Trip Top nëse më lejon. Je tipologji udhëtare si Ariola që do një jetë sa më komode dhe kur është me udhëtime, apo je çip gër. Pra, flem këtu flem, konsumojmë pak ushqim, ku ta gjejmë, si e organizon kur ke mundësi udhëtimin tënd. Kam qenë shumë kështu, domethënë mbaj mend në përdormi andej, ku s'kemi flet në përshpijat e atyre dërmiotëve, pleqve, ku nuk rrini, ama unë kam qenë 20 vjeç, tani që jam 33 nuk flet dot. Ja. Domethënë unë e kam kuptuar këtë gjë, jo, e kam kuptuar këtë gjë që nëse do bëjmë qef, do dalim, do kërcejmë, do pim, do bëjmë, kur shkojmë të flejmë rahat. Flejmë mirë. Dhe këtë gjë unë e kam vënë re me veten time, nuk e kam fare as për ta ngërllik as i gjë. Nëse vjen puna aty që ne s'kemi ku me flet, unë kam fjet edhe në shezlon para ca vitesh, domethënë u zgjova, ishte akoma në parti. Por që tani nuk mundem dot. Pra ti thua kur e bëj udhëtimin dhe e gjej mundësinë për të udhëtuar, do të udhëtoj sa më komode. Po sepse unë bie si bie unë tani ndrija në shtëpi, mos dilja më nga jo, unë e njoh veten time dhe unë e di që kudo që shkoj do dal, do rri shumë orë pa gjumë për shembull, ose edhe pa bukë, ose ku di unë, se e dia përsisht itinerari. Në çfarë atëre? Kam 30 sekonda thot regjia.
Në çfarë kursen në një udhëtim nëse të jepet mundësia që diçka ta kursesh? Unë nuk kursej, po unë jam një njeri që unë kurrë nuk kam shkuar në për këto muze për të parë kështu piktura, jo, më vjen shumë keq. Nuk, po s'kam pas pik interesi, dhe mua gjithmonë shoqet e mia më thonin që ti jera hati, ti do vetëm dyqane në klub, restorante mirë. Do të thotë, që fare. Po me hec në turma njerëzish për të më pa nuk jam ai lloj njeriu. Ose vendet për shembull historike me histori shumë të vjetër, nuk më pëlqen. Jam te pjesa gadacelave, dritave, poçave, modernizëm, drita. Domethënë, të gjëra moderne, nuk jam te. Dhe nëse jemi tek drita, po na I fik dritën regjia, thot prije se kemi këngën e radhës. Fik llampat, vetëm pas pak do të jemi në Top Albania Radio përsëri me Vivian për treguar gjëra të bukura. Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku, tani më ju e dini nëse keni dëshirë të kaloni bukur të dielave që prej orës 18 deri në orën 20:00 Ariola Sheu, Arion Muça në mikrofon këtu në Top Albania Radio, vetëm muzikë shumë të mirë, por dhe gjithashtu biseda të mira me të ftuar të mirë. Super promo, Arion, bravo të qoftë. Faleminderit shumë. Po ku ke edhe të ftuar kaq të mirë që të fluturon koha, s'të mjafton 1 orë për ta diskutuar temën. Sa shpesh u thon Vivian? Atëherë, unë me ato qefin tim, dhe me ato llogaritë mia, jo, me ato llogaritë mia, domethënë kam qef që ta bëj një udhëtim një herë në muaj. I zgjedh destinacione të ndryshme apo varet për shembull se si është sezoni i verës ose I dimrit, për shembull edhe ku mund të shkosh. Tani për momentin për shembull na listo deri tani çfarë ke bër. Të bëj një parantezë sepse e kam shumë dëshirë ta them këtë gjë. Vivi është drejtoresh në një kompani. Pra, nëse mendoni se se mund të lindin thashë theme, mund të lindin pyetje. Se kishe shkruajtur ke bio Instagrami. Vivi aktualisht është një zonjë drejtoresh në një kompani ndërkombëtare, kështu që se nuk do e ta themi këtë gjë, po nuk më pëlqen shumë ta reklamoj atë pjesë, është pjesa serioze e Vivi. Po, se mund të thonë njerëzit po flet për Dubain kjo, po një sekond flet do udhëtoj çdo muaj, është zonjë drejtoresh tjetra. Okej, e tham këtë. Atëherë, unë me qefin tim, udhëtime kam qef një herë në muaj, megjithatë varet se çfarë lloj udhëtimi është, edhe sa ditë do rri. Tani qef, unë domethënë që vend shumë I bukur që ishte me vërtet shumë I bukur ishin Maldivet, që kam qenë edhe Maldive kam qenë para një 7 vitesh. Shumë bukur. Kur të vinim kockat. Kam ishte vetëm jo. Në përçada. Për shkaqenat. Edhe vërtet, atë kam notuar me baby sharks quhen ato që janë për shkaqenat vegjël. Ja bënin ty. Edhe vend prallor, domethënë, fantastik. Edhe unë kur mësojmë për shkakun këto, në Tajland ose në gjë sikur nuk më hyn sy fare para Maldive. Eksperiencës. Syt çka kanë parë këto syt, domethënë. A nuk është boring të rish një javë shtrim krevat? Unë s'kam det një javë, unë kam net 14 ditë atje. 14 ditë në plazh. Unë kisha 12 për të ndet, po 14 sa harrun ato të agjencisë me na lajmëra diçka e tillë. Dhe ti nuk u ndjeve. Jo, sigurisht. Vend tjetër pastaj që unë edhe këtu shkoj shpesh, se unë kam një mkeshën time që punon me Monte Carlo, me Monakon. Edhe e kam shoqe të ngushtë, edhe shkojmë shpesh të dyja sa herë kanë ai punë, domethënë rroft se bepi. Dhe shkoj. Monte Carlo është tjetër gjë, domethënë. Nuk ka lidhje fare as me Itali, as me Spanjë. Çfarë bën përshtypje nga Monte Carlo? Ka domethënë që kur ti që në Nice. Nuk duket fare që të pëlqen luksi, ë? Që në Nice, po sigurisht kujt nuk I pëlqen. Dubai, Monte Carlo, domethënë kujt nuk I pëlqen. Thjesht është puna me vizion. Nëse e ken kokë atë gjë, do e bësh. Edhe pa kokë lekun xhep mos tjesh. Është manifesting është me vërtet shumë kështu. Ama unë nga që e di mendjen time, çfarë pëlqen, çfarë s'pëlqen, kam bër aq sa ta krijoj jetën në një mënyrë të tillë sa që të mund të vizitoj këto vende. Spektakël. Tani jo të gjithëve I qellon shoqja ngushtë, ekonomiste në Monaco. Pra ti ndërton në një farforme edhe rrethin tënd shoqëror apo ndodhit në jetën tënde që të jepen këto mundësi? Se na lidhin ato interesa. Kupton? Nëse un kam shoqja ime, do të shkoj atje, unë kam me qef. Ama kemi një shoqe tjetër që ajo nuk ka mundësi më ardh dhe nuk vjen. Qartë, nuk ka mundësi. Kupton? Jo, nuk ka mundësi të vi se është me familje, është me fëmijë. Unë për shkakun kam mundësi se unë elektroni lira akoma. Po, ministër pa portofol sot mami. Okej, nice. Edhe unë kam mundësi dhe këto janë ato gjërat që të vinë ndryshme në jetë, se dina si herë. Çfarë se e ndërprem këtu bisedën, çfarë të pëlqente nga Monte Carlo apo Monaco që ty të bën përshtypje? Ka një kulturë, njerëzit, un kam përshtypje, unë I thoja edhe këtyre miqve të mi, thoja unë këtu njerëzit sikur vinë, sikur edukohen. Domethënë që edhe nëse nuk janë të edukuar,
edhe të kulturuar. Ti imponohet. Vet vendi, vet tavolina, domethënë shërbimi, njerëzit. Lene shikon këto skena, domethënë me këto çantat, na ishin mirë në tokë që e ka lënë toka ajo, domethënë për se s'ka ku e vendos. Tani Robi kur ka një sekond tani regjia kur Robi ka çantën, ja t'ja themi, kur Robi ka çantën që bën 100.000 euro, merr dhe një karrige gjithmonë me vete. E mban aty, e vë çantën te karrige. Kupton sa nuk e ka mendje se s'kishte ku ta lënë, edhe e lën. Dhe këto lloj skenash për shkakun se këto makinat e fundit të këto janë gjëra shumë normale dhe kur shkon shpesh nuk është se vën më re më. Ama ka një lloj energjie nuk di, domethënë që kur hyn aty te ajo rruga e Monakos, në Nic nuk është ky lloj vibe. Është pak më ndryshe. Sa vende ke parë personazhin e duhur. Sa vende ke parë deri tani, ke numëruar ndonjëherë? Si kam numëruar, kam dashur një ditë. Po më shumë se një shoqe. Vetëm nga biseda i kemi shumë se 10. Vetëm nga kjo bisedë kam dalë më shumë se 10 vende të ndryshme. Sepse unë kam lëvizësh e vogël. Domethënë kam qenë vogël, shkoja në Rom. Domethënë në Itali, në Milano, unë kam dy shoqe të mia atje dhe Milano kam pas kështu, domethënë sa urë mërzisja, tu të shkoj te goca, se kam dy shoqe janë binjake. Aktualisht Milano, kështu që nuk është se kushton më shumë. Dhe Milano më duket kështu si Tiranë, po jo Tiranë. Okej. Edhe gjithmonë kur kam shkuar kam gjetë shqiptar plot. Unë jam i çik tip që nuk më pëlqen të shkoj në vende që ka shqiptar. Edhe vendet ku mund shkoj me një qytet tjetër që nuk është se shkojnë shumë. Nuk më pëlqen sepse unë tjetër për shqiptar rrin te vendi im, unë Tiranë kënaqem shumë. Ta them realisht. Ti shkon për lokal, për experience lokal, po. Bëj për me ndryshuar pak atë. Unë nuk është se këtë e kam vënë re dhe e kemi diskutuar disa herë me shoqërinë time. Unë nuk kam atë depresionin mbas pushimeve. Kur nuk më ka ndodhur. Sepse unë edhe jetën e përditshme nuk e bën të këndshme, po e bën të mundohem se gjithë njerëzit i kanë ato hallet e veta, gjërat e veta, po mundohem që kur të kthej mos më rri mendja. Iku ajo u bë, mbaroj. Do të thonë nëse do të shkosh çik më mbrapa. Ama kur i kthehem për ditëshmërisë është gjë më pëlqen edhe rutina shumë. Po eksperienca më e keqe që ke pas në udhëtime. Kemi vetëm 1 minutë kohë. Çfarë thua? Po ta ruajmë këtë pyetje ta mbajmë videon më gjatë. Me një r dhe kthehemi pas këngës së radhës. Okej.